Një çështje me vlerë 10 milionë eurosh ka rikthyer vëmendjen mbi vendimarrjet në nivelet më të larta të qeverisë, duke ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën se si janë trajtuar detyrimet financiare të kompanive që shfrytëzojnë pasuritë natyrore në vend. Në qendër të kësaj historie është kompania Bunkers Petroleum, e cila operon për vitesh në zonën naftëmbajtëse të Patos Marinzës. Sipas të dhënave të publikuara, autoritetet tatimore dhe doganore kishin nisur procedurat për të mbledhur detyrimet të konsiderueshme ndaj kësaj kompanie të lidhur me taksa dhe aksiza, të cilat përllogariteshin deri në rreth 120 milionë euro. Por në korrik të vitit 2019 gjithçka ndryshoi në mënyrë të menjëhershme. Më 17 korrik u hartuan dhe u firmosën 2 shkresa zyrtare nga Belinda Balluku, në atë kohë ministre e infrastrukturës dhe energjisë dhe Anila Denaj, ministre e financave. Në këto dokumente kërkoi pezullim i veprimeve për mbledhjen e detyrimeve ndaj kompanisë, deri në një interpretim të mëtejshëm ligjor të çështjes. Në praktikë, këto 2 shkresa patën efekt të menjëhershëm. Brenda pak orëve, procesi për mbledhjen e detyrimeve u ndal. Një procedurë që ishte në vijim për të arkëtuar një shumë që përllogaritej deri në 120 milionë euro, u bllokua në vend me firmat e 2 ministrave. Kjo është arsye pse rasti po cilësoj si gjoba që u zhduk brenda natës, pasi nga një detyrim aktiv në proces arkëtimi, kaloi në pezullim të menjëhershëm. Ajo që e bën edhe më të debatueshme këtë situatë është mënyra se si janë përpiluar këto shkresa. Sipas materialit të publikuar, ato nuk ndjekin praktikën standarde administrative, ku dokumentet hartohen nga drejtoritë përkatëse dhe më pas miratohen në hierarki. Në këtë rast, rezulton se shkresat janë përpiluar dhe firmosur drejt për drejt nga vendministrat. Sipas investigimit të emisionit, mësoi se ndërhyrja lidhet me një debat mbi aplikimin e aksizës për një produkt të përdorur në procesin e nxjerrjes së naftës, ndërsa autoritetet doganore kishin kërkuar pagesën e detyrimeve dhe kishin vendosur penalitete. Nga ana tjetër, është kërkuar pezullim i tyre deri në një interpretim ligjor, madje edhe me referim për një vlerësim të mëtejshëm nga gjykata e kushtetuese. Në të njëjtën kohë, më herët administrata tatimore kishte konstatuar mospërputhje në deklarimet financiare të kompanisë dhe kishte vendosur detyrime konkrete. Çështja është ndjekur edhe në arbitrazh ndërkombëtar ku Shqipëria ka arritur të fitojë një pjesë të saj. Një tjetër element që ngre pikpyetje është fakti se pavarësisht aktivitetit për më shumë se 2 dekadash në një nga zonat më të pasura me naftë në vend, kompania rezulton të mos ketë deklaruar fitime të qëndrueshme për shkak të nivelit të lartë të shpenzimeve të raportuara. Ndërkohë, hetimet për këtë çështje vijojnë nga SPAK, ndërsa mbetet për të parë nëse vendimarrjet e marra në atë periudhë do sjellin përgjegjësi konkrete.